në aspektin personal, në ashtu si që jam kundër rritjes së tarifës së sistemit gjyqësor, njëjtë jam edhe kundër rritjes së tarifës së avokatëve. Domethënë, që të dyja, domethënë, është çështje diskrecioni institucional dhe në bodë nuk mund të përdoret diskrecioni institucional për të ngarkuar me bazë qytetarin e Republikës së Kosovës për të pasur drejtësime të shtrajtë. Edhe në kodër të udhës avokatëve ekziston tarifa e cila përcakton edhe marrëveshjen e mes të palëve që mund të negociohet marrëveshja e mes të palëve dhe të mbetet tarifa si e tillë. Megjithatë, është çështja e udhës avokatëve të cila ka vlerësuar si të tillë dhe kuvendi i udhës avokatëve që ka votuar si të tillë. Zoti Shola, e kena tash në këtë rast një praktikë të ngjashme nga të dy këto institucione. Edhe Këshilli Gjyqësor i ka rrit, po shohim që ka praktika tjera të vendeve tjera që këto ndryshime bëhen vetëm nga kuvendi i Kosovës, në fakt nga kuvendet e vendeve të ndryshme. Në këtë rast do duhej ndoshta që edhe kuvendi i Kosovës të kishte listë veçantë për taksa gjyqësore, dhe po ashtu edhe tek avokatët ka raste kur kjo e drejtë nështë mundet me ju marrë krejt, sepse nështë është një diskrecion i tepërt që mundet më shfrytzu nga oda avokatëve dhe ata mujnë me qitash lloj tarifash, cilat mund t'jenë barre madhe për qytetarët e që mund t'a largojnë nga qasja e tyre në drejtësi. Jënë dy çështje këto kuptim të kësaj pyetje. E para është diskrecioni, do thotë në asnjë rrethon nuk bën me u kesh përdor edhe nëse ligjërisht je brenda tij. Do të thotë nëse të ka leju ligji diskrecion sa dush me i vendos. Të tyrë institucionet po e dim që e kanë këtë drejtë. Nëse shkon në nivele astronomike, atëherë definitivisht se kena të bëjna me kesh përdorim të diskrecionit. Në rastin e avokatëve janë dy probleme. Problemi por është aspekti me qytetarët. Megjithatë të lejohet edhe marrëveshje e tjerë që mundet do thotë me pas një farë reflektimi. Por te rasti i avokatëve ka edhe një çështje tjetër, sepse te rasti i avokatëve preket edhe paraja publike. Për shkak se tash janë rrit shpenzimet taksat gjyqësore. Po tash me buxhetin e gjyqësorit dhe të prokurorisë kanë me u pagu edhe avokatët e angazhuar sipas detyrës zyrtare. Po veç kjo pjesë nuk është rrit. Kjo përej pjesë ku paguan avokat nuk është rrit nga ana Këshilli Gjyqësor. Domethënë Këshilli Gjyqësor ka rrit veç taksat në barrën e qytetarëve, po jo taksat e veta në favor të avokatëve. Po mirë, po tash pagesat a bëhen në bazë të tarifave të avokatëve. Tarifat të avokatëve po paguajnë palët, jo Këshilli Gjyqësor. Jo Këshilli Gjyqësor, domethënë pjesa e tarifës së eksoficio mbetet pa ndryshuar. E kuptoj. Po në procedurë penale e po ta fillon. E kuptoj, faleminderit. Po tash në procedurë penale për shembull, tash pjesa e pagesës publike që u bëhet avokatëve rritet konsiderueshëm shumë. Për shkak se tash gjyqësori obligohet me pagu më shumë bazuar pikërisht në atë rregullativ të udhës avokatëve të Kosovës. Për këtë arsye do thotë, nëse shkon në këtë mënyrë definitivisht se do të më rishiku gjitha aspektet. Sa i përket aspektit të këtyre udhëzimeve administrative, unë definitivisht vlerësoj se këto do të me u rishiku edhe do të me u rishiku në kuptim të mënyrës se janë ndërtu. Do të indikator specifik, identifikim të problemeve specifike për shkak se proporcionalitetin nuk e arrim thjesht duke i rritur taksat gjyqësore apo taksat e avokatëve. Kërkohen identifikim i problemeve specifike dhe adresim i tyre përmes taksave dhe jo thjesht me thonë po ja adresojmë përmes ngritjes së tyre. Ama tash është edhe të këtu qëndron një problem, do më thonë të rritja taksave nga sistemi gjyqësor. Sistemi gjyqësor ka rritur taksat në drejtim të qytetarëve për marrjen e shërbimeve. Më thonë, patëm rritje deri 900% të kategorive të caktuara, deri në 200% e 300%. Po dhe ju i rretët për shërbim. Jo, thash, unë e qëndroj kundër rritjes së taksave prej udhës avokatëve. Po këtu qëndron një problem tjetër. Ka me 10 vjet që Këshilli Gjyqësor nuk ka bërë rritje substanciale të tarifave për avokatët ex officio. Sot në sistemin ex officio, avokatët shkojnë
për shuma simbolike e të cilat nuk tregojnë proporcionalitet me shërbimin që ofrojnë. Nuk janë krejt simbolike, jo? Jo, janë shumë simbolike. Në departamentet e përgjithshme janë dikon 80 euro sa onca ose 90 euro sa onca. Varet prej veprës penale. Po veç e tashti nëse 80 euro kini sa oncë dhe kini pa di 200 euro për më shku në barën e qytetarit, është disproporcionale me ato që ofron një avokat në sistemin ex officio për me ofru një shërbim të mirë, efektiv dhe efikas një qytetar të Republikës Kosovës që e pagun shtetin. Jo, është e rëndësishme se ju nuk paguni vetëm një trajtshëm vetëm për një po supozoj një seancë, ju pastaj paguhen edhe për çështjet para shtresave, që i bën një ankesa. Po, ato janë të gjitha veprime. Që për një land... Sikurse edhe për toksa. Që për një land ka raste kur paguhen, mbrin, po flasim varësisht prej nivelit respektivisht landës ose natyrës landës, kompleksitetit saj, ka kosto këgjat lartë, pagesa një avokatit si pas detyre zyrtare për lanë, për shembull departamentit për krimet të rënda ose departamentit special, kostoja është këgja e lartë e pagesës që e bë Këshilli Gjyqësor për avokat si pas detyre zyrtare. Në asë një rast gjyqëtor, përve siguru, në asë një rast edhe në departamentin special nëse morim, në asë një rast shuma e avokatëve ex officio nuk mund të mbri shumën e shpenzime procedurale që në caktu tani me udhëzim administrativ. Në asë një rast nuk mund të caktuat, nuk mund të mbri shumën prej 10.000 euro, që ekziston një padi e shumës mbi 100.000 euro të gjykata komerciale, që është deri në 90.000 euro. Dhe më thonë, janë shuma jo proporcionale, udhëzimi administrativ është jo proporcional, me rregullorën për caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare. Jo, mendoj që shuma ajo që ka ngarkohet një qytetarit të tjerë. A janë ngrit ato? Asnjëherë. Do më thonë, janë ngrit kohës fundit, po janë shumë simbolike. Do më thonë, është shumë simbolike që nuk reflekton dikon e ki, nashta dikon me 10, dikon me 20%, por në asë një rëton nuk është me 50%. Asë një rëton me 50% nuk është, e lere ma me 100%, 200%, dhe me 900%, qysh ka shku dhe tani udhëzimi administrativ, që i vët në barë qytetari. Do më thonë, po ruhet parja publike në drejtim të profesionistëve ligjor, kurse po ngarkohet qytetari për t'i dhënë barë buxhetit shtetit. Edhe avokat që angazhohet si përfaqësues për këshëm, kanë një vlerë këgjat lartë pagesës që e bën, për shembull, përfaqësuesi për këshëm paguhet nga parja vetë avokatit dhe palës, jo nga buxheti shtetit. Varet tash prej kontestit që është përfundan. Po ashtu në fushën penale, po të them që nuk ka asnjë landë vetme, e cila përfundohet me shqyrtim gjyqësor, që i kushton më pak shtetit se 400-500 euro, respektivisht Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Në përgjithësi e them, sepse ka e para, nëse është mas, ka pagesë për masë. Ta përmbyllim. Ama po, veç e kjo, më pëtëm, tashti nëse Këshilli Gjyqësor ka bo një udhëzim që e ka rri deri në 900% në kategorit, është dash me marrë dhe tarife në ex officio të avokatëve me trajtu dhe të njëjtën, në raport me proporcionalitetin, në raport me shërbimin e ofrum, dhe jo tashti që edhe në gjykatën komerciale, në gjykatën komerciale tash nuk do të ketë lëndë të cila shkon e në cila nuk i ka një 500 euro shpenzim procedural për fillimin e padis. Dhe më thonë, thamë, 200 euro një padi, 200 euro një propozim për provë, ekspertiza, caktimi ekspertizës, dhe më thonë, para fillimit, para draftimit të padis, në procedurë gjyqësore do të shkojnë diko një 500 euro qytetarit për të iniciuar një procedurë në gjykatën komerciale.